Pyetja ime është në librin e Jobit kapitulli 4. Shohim këtu në librin e Jobit se bitë e Perëndisë paraqiten para tij, por shfaqet edhe i ligu. Por gjëja më shqetësuese e kësaj situate është se Elifazi nuk e kupton, sepse ai e di që Perëndia u tregon gjëra njerëzve në vegime, në ëndra, dhe ai sheh diçka. Por shihni se çfarë thot vet ai: një frymë më kaloi përpara dhe më ngritën përpjet qimet e trupit. Ai u ndal, por nuk munda ta dalloj pamjen e tij, në Job 4, 15 dhe 16. Këtu shohim se Elifazi nuk e kupton se djalli po e përdor dhe se gjithashtu po i tregon çfarë u kishte ndodhur atyre. Thot: a mund të jetë një i vdekshëm më i drejtë se Perëndia? A mund të jetë një njeri më i pastër se krijuesi i tij? Ja, ai nuk u zë bes as shërbëtorëve të tij dhe gjen madje të meta edhe tek engjëjt e tij. Në Job 4, 17 dhe 18 shohim dy aspekte të rëndësishme. Shohim se djalli bën një intrigë. Të themi që është e vërteta. Ajo që po thot aty është e vërteta, por jo e thën nga Perëndia, por nga djalli që ishte aty, fryma, llahtari, ajo që po prëndishte Elifazin. Thuhet se ai ja zbuloi, ja tregoi këtë gjati sepse ai ishte kundër Jobit dhe po i thoshte Jobit se Jobi kishte kryer mëkate, kishte bërë një gabim të rëndë dhe për këtë arsye Perëndia po e ndëshkonte dhe ai ishte prekur nga ajo sëmundje. Kështu që ai po i tregonte se kishte pasur atë përjetim ku trembu shqetësua sepse ishte një frymë e ligë dhe po i fliste gjëra. Pra djalli përdori miq të Jobit për të mashtruar Jobin dhe ta mashtronte sepse po i thoshte realitetin, të vërtetën, sepse djalli e njeh doktrinën, djalli e njeh të vërtetën dhe atë që do që ta mashtroj, atëherë i thot një të vërtet dhe 9 gënjeshtra. Që me atë të vërtet një person të mund të bjerë në kurthin e armikut sepse do të thot, por më tha të vërtetën, më tha diçka që unë mendova, diçka që bëra dje. Atëherë aty vjen mashtrimi me të cilin djalli mashtron personin. Atëherë djalli përdori Elifazin për të mashtruar Jobin, sepse Jobi duke dëgjuar atë mund kishte menduar jo, por ky mik ka të drejtë në atë që thot, se njeriu nuk është më i drejtë, se Perëndia është i vetmi që di, më i fuqishmi, ai që mund të bëjë gjithçka. Kjo ishte strategjia e miqve që kishte Jobi, prandaj në fund, në kapitullin 40 të Jobit, aty gjejmë përgjigjen e vërtet ku Perëndia u zemrua me Jobin, sepse ai u kishte dhënë të drejtë dhe kishte dëgjuar miqtë e tij dhe i tha atij që të ishte i sigurt, të ishte i bindur, të kishte siguri dhe të mos dëgjonte të gjitha ato arsyetime ose të gjitha ato filozofi të atyre miqve, sepse ato ishin të padobishme. Pra Zoti ishte shumë i ashpër dhe e qortoi Jobin në këtë aspekt. I tha pse ai nuk kishte vazhduar të ishte i sigurt si gjithmonë, i qëndrueshëm, se përse kishte besuar miqtë e tij. Mirë, libri i Jobit me të vërtet është një mësim dhe është diçka që Perëndia e vendosi ose lejoi që të ekzistonin ato personazhe ose këto histori, sepse sot gjithashtu e njëjta gjë ndodh me ne. Në ditët e sotme ka shumë filozofi njerëzore. Shumë njerëz duan t'i bëjnë njerëzit e tjerë të besojnë në një rrugë të shtrembur. Dhe djalli është aty gati për të mashtruar njerëzit, për t'i shkatruar dhe për t'i bërë që të kthehen mbrapa, që të largohen nga rruga e vërtet, ose të mos besojnë në të vërtetën e Perëndisë. Kështu që djalli është gati për të mashtruar. Për këtë arsye ne, kur njohim Perëndin, ajo që duhet të bëjmë është të lexojmë shumë Biblën dhe t'i kërkojmë Perëndisë që të na ruajë dhe të na mbrojë nga zilia e djallit, që djalli të mos më nxjerrë nga kisha e tij, dhe djalli të mos shtrembroj rrugët e mia dhe të mos më vjedh bekimet e Zotit. Libri i Jobit është një shembull i madh për jetën tonë sot.